Ka ndërruar jetë ish futbollisti i shquar i flamurtarit dhe figure e njohur e sportit vlonjat Pandelio Pingari 2 ditë pasi u aksidentua rënd teksa po kalonte në vijat e bardha në qytetin e Vlorës. 96 vjeçari u përplas nga një automjet tip Audi i drejtuar nga një 22 vjeçar me inicialet AO. I moshuari u transportua me urgjencë në spital, por fatkeqësisht nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra duke ndërruar jetë pas 2 ditësh. Pas ngjarjes, policia arrestoi drejtuesin e mjetit, ndërsa rasti u hetua si aksident rrugor i ndodhur, teksa këmbësori po kalonte në vijat e bardha. Ndarja nga jeta e Pandelio Pingarit, i njohur për shumë kënd edhe si profesor Pompi, ka sjellë trishtim të madh në Vlorë dhe në komunitetin sportiv. Ai ishte një nga figurat më të respektuara të futbollit vlonjat. Ish futbollisti flamurtarit në vitet 60-70, mësues i edukimit fizik, trajner, intelektual dhe shembull i qytetarit model. Një jetë e tërë e lidhur me sportin dhe edukimin që u ndërpret tragjikisht jo nga mosha, por nga një aksident rrugor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.